Etazhi 7 është në ndërtim e sipër, janë punëtorët të cilët nuk kanë asnjë siguri dhe janë në pjesën e pajshme të objektit. Shfaqja e pamjeve shënon edhe nisjen e operacionit, njëkohësisht nën ekipet e prokurorëve dhe hetuesve nisen drejt 20 lokacione të identifikuara. Duke pas parasysh nga të dhënat të cilat I kemi verifikuar dhe I kemi nxjerr, kjo prokurori hiç më pak se 19 raste vetëm për 6 mujorin e vitit 2025 ka evidentu ku 3 prej tyre janë me fatalitet. Kjo shifër e madhe, duke e bën një analizë të paraleles me vitin kalum, I bie që ka më shumë vetëm për 6 mujorin e këtij viti në raport me krejt vitin 2024. Dhe kjo ka qenë për mua një alarm që masat mbrojtëse dhe zbatimi I ligjit për sigurinë e punë dhe rregullore përkatëse nuk janë duke u përfillur dhe zbatuar nga personat përgjegjës të kompanive përkatëse ku janë të kontraktuar qytetarët tanë si punëtor. Në këtë drejtim, kjo shifër e madhe, 3 vdekje, mi pas vetëm për 6 muaj, ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese për mua si kryeprokurore, parimisht dhe në këtë rast kemi hap hetimet duke zbatuar masat e veçanta hetimore, nga të cilat kemi kriju prova dhe dëshmi që në vendin e punës qytetarët të cilët janë të kontraktuar nga këto kompani kontraktuese si subjekte ekonomike nuk janë duke I përfill fare masat mbrojtëse dhe sigurinë e rrezikut për jetën dhe trupin e tyre në vendin e punës. Të gjitha këto janë të përcaktuara në ligjin për sigurinë e punë dhe në këtë drejtim dëshmitë e siguruara na kanë determinuar që domosdoshmërisht ti paraqesim dhe ti prezantojmë sot edhe në aksion që të njëjtit janë përgjegjës për veprat penale të cilat bien në kuadër të sigurisë në marrëdhëniet të punës. Përveç policisë, a keni pas edhe inspektorët e punës, që dihet se ata janë përgjegjës kryesor për zbatimin e këtyre masave? Po, në këtë drejtim, kem pas takime me inspektorët të cilët janë rajonal në kuadër të Ministrisë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, të cilët nuk janë me numër të mjaftueshëm dhe gjatë komunikimeve tona kemi konstatuar që nuk është duke u zbatuar fare masat të cilat I përkasin dhe janë përgjegjës për zbatimin e tyre. Të njëjtit në këtë drejtim sot janë të angazhuar dhe janë gjithsejt në numër 6 prej tyre me përgjegjësinë e tyre, e cila jashtëzakonisht ka treguar gatishmëri dhe koherencë me aktivitetin dhe veprimet tona. Konsideroj që kjo është një prej aksioneve të para në këtë drejtim dhe unë si kryeprokurore kam shënjestruar si objektiv që jeta dhe trupi I qytetarëve tanë të jetë në fokus të sigurisë së tyre. Prej ka konsideroj që determinon edhe vlerat familjare dhe për faktin se me humbjen e jetës së një familjari, kryefamiljari, sigurisht që pasojat janë shumë të mëdha dhe na e dim edhe jem koshient se të gjitha këto subjekte ekonomike kanë përfitime marramendse nga puna e krahëve të punëtorëve dhe qytetarëve të cilët marrin ndoshta më me thonë paga jo shumë edhe të mira për punën dhe angazhimin e tyre që e bëjnë në këto vende të punës. Aksioni I prokurorisë do përcjellet nga afër nga kryeprokuroria e PE-s Lumturie Vuqetaj. Ajo niset drejt 2 vend punishteve të cilat edhe më herët kishin qenë cak I vëzhgimeve dhe hetimeve. Para saj shfaqen pamjet e para të punëtorëve pa mjete mbrojtëse, të cilët ishin duke punuar në lartësinë e një objekt shumëkatësh. Siç po shihni në lokacionin e parë të cilën veç arritëm, shifen punëtorët në pjesën e etazhit më të lartë që bie 5 apo 6 etazhe, ku janë pa asnjë mjet mbrojtës dhe rreziku për jetën e tyre është permanent. Siç shihni edhe në anën e kundërt të këtij objekti, shifen hiç më pak se 3-4 punëtorë, të cilët janë duke punuar edhe janë në pjesën e sipërme të etazhit,
etazhi 7 është në ndërtim e sipër, janë punëtorët të cilët nuk kanë asnjë siguri dhe janë në pjesën e pajshme të objektit. Kemi zonë imazhet, i kemi pa pamjet, janë punëtorë të punojnë nalt pa kur gjë, dhe këtë pjesën anej edhe pjesën anej kemi qenë. Tash mundësisht me komuniku me personin përgjegjës, edhe ju tash i dini procedurat, se si kam ato fare fletat për cilat mi përmbush këto obligime. Veç tash inspektorët e kryjnë punën e vet. Po. Kështu që nga ky pozicionim, domethënë veç kanë kalu inspektorët në krye të detyrës, janë në pjesën e lartë, aty ku janë punëtorët duke punu, shifen krana, shifen domethënë si s'ka skele mbrojtëse fare, dhe aty janë punëtorët, siç po shifet asnjë nuk kanë siguri në punë. Andaj ata janë të urdhëruar që t'i kryejnë gjitha obligimet e tyre sipas përgjegjësive dhe autorizimeve që i kanë. Nga ky lokacion do të kalojmë në lokacionin që jemi këtu afër. Prokuroria e Pejës është duke zhvilluar një operacion të grumbullimit të prova për vepra penale të mungesës së sigurisë në punë. Në 2 vend punishtë dhe para, prokuroria ka grumbulluar prova se në shumë katëshet në zonën e Pejës nuk janë respektuar rregullat. Inspektorët e punës dhe forenzika e policisë ftohen për të marrë dëshmi dhe ruajnë prova të cilat mund të përdoren në procedurën e ardhshme penale. Që domethënë autorizimit të juja domosdoshmërisht të shtrihen në kontekst të identifikimit personave dhe masave të cilat i kanë qenë të obliguar. Personi kompetent i cili është person përgjegjës, në ardhje janë patrulla policore me hetus, me krim teknik dhe ata kanë me ju mbështetur gjatë gjithë kohës ndërmarrjes së veprimeve. Një lokacion tjetër është duke u kontrolluar nga hetuesit dhe prokurori i rastit. Kontrollet janë duke u zhvilluar njëkohësisht edhe në qytetet e tjera. Ku i ki hetus, a i kanë identifiku? Po jo kemë ta hetus, këtë duargjimi, ta jenë Ku kanë të punua, ki krim teknikën di kanë? Po, krim teknikën është punë i djali të politit, që tash mundë me fillu në adaptite që kemi mona. A keni identifiku këto? Që? Në skele? Që tash ti morëm identifikum prokurore krejt punëtor, 2 i morëm atje i gjetëm skele, nuk kanë një. Tash pa rregullsi të këtu i konstaton inspektori. Na jemi me kompaninë kontraktuese, domethënë nuk ka të bëjë me juve, është kompania kontraktuese. Jo, të gjitha janë kompani kontraktuese, secila veprimtari e vetja. Po. Nuk ka një kompani. Po. Janë shumë kompani. Mirë, atëherë kompaninë kontraktuese e cila është duke punuar sot, të njëjtën, personin përgjegjës na gjani cili është personi përgjegjës, le të identifikohet, të paraqitet çto, sa punëtori ka, për momentin këto, sa punëtora kanë kontrata, mirë po le të na siguroni personin përgjegjës së kompanie.